إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندريمنا dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe salamat I dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhallahu ala në këtë hutbë do të trajtojmë një porosi të pejgamberit alayhi salatu wassalam, porosia e cila është thënë para 1450 vjetëve, mirë po kjo porosi përkon edhe me kohën të cilën ne jemi duke jetuar. Nuk ka dyshim që me qenë një shtet stabil, me qenë një familje stabile, një shoqëri stabile, pa tjetër se duhet me e punu tokën e Allahut Azza wa Jall. Nga se Zoti xhallahu ala e llogarit bujqësin nga elementet e rëndësishme të zhvillimit të jetës së krijesave në përgjithësi e në veçanti të krijesës njeri. Në të kaluarën, shumica prej neve jemi marrë me bujqësi dhe kemi ngrënë ushqime bio, ndërsa në të tashmen e çka mos flasmi në të ardhmen për shkak komoditetit edhe për shkak lirisë madhe, rrallë kush gjenë që këto tokura të bukura që I ka kriju Allahu Azza wa Jall dhe pjellore, I loj njerëzit anash dhe bëjnë pjesë në atë që Allahu ka thënë wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, mos krijoni fesad o ju njerëz tokë pasi që Allahu e bëri tokën të bukur dhe të këndshme për juve o ju njerëz. Andaj punimi I tokës është nga gjërat të cilat kërkohen fetarisht, është nga gjërat që në kohën e sotit janë larguar prej sa njerëzit. Allahu dhe pejgamberi sa kanë folur në Kur'an dhe në sunetin e tij alayhi salatu wasalam për vlerën e punimit të tokës dhe na ka çortuar nëse ne largohemi nga toka Allahut Azza wa Jall. Dhe përballë të kësaj hutbe e kemi fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku thotë I dërguar Allahut në hadithin që e transmeton Jabir ibn Abdillah, hadith e cilin e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men kanat lahu ardhun falyazra'ha", ai cili ka tokë, mos ta loje tokën batall, me u mbush me shavar, mo e gorsu toka, por le ta punoj atë. Fa in lam yazra'ha, nëse ai s'mundet me punu, s'ka mundësi financiare, fizike, trupore, apo nuk do me u marr me të, falyazri'ha akhahu, ata le t'ja huazoje vllau të vet tokën që ai ta punoje atë. Normalisht shumica neve nuk kemi duke u marr me këtë punë. Vetëm në katundin ton janë njerëz të cilët mundemi me I numëru në gishta, të cilët miren me bujqësi, miren me kultivimin e tokës. E kena pru punën që shteti huj me na josh neve, edhe me na bo me dije që këthen e kryen ka toka, punën e tokës e bereqeti është në tokë, nga se parat janë thjesht letër, janë monedhë, e cilat kryen punë për momentin, mirë po kur të harxhohet nuk ka mundësi pastaj me të kry punë. Për të arsye, garanca për një shtet, garanca për një shoqëri, është vetëm toka nga e cila dalin burime të bereqetshme nga Allahu Azza wa Jall. Zoti xhallahu ala ka treguar se dhe ka thënë ne jemi duke zbritur ujë nga qielli, shi, fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Me vetëm qëllim që të ngjallmi tokat pasi që ato kanë vdekur. Allahu po na jep shi me bullëk, mirë po megjithatë, prapë I lomi tokat tona pa I punuar, as nuk I punojmë vetë, as nuk I huazojmë tek të tjerët për t'i punuar. Andaj porosia islame është, nëse Allahu t'ka falë tokë shumë, edhe njerëzit kanë nevojë për mjete bujqësore, për ushqime bujqësore,
edhe ti nuk e punon tokën tënde, atëherë ke hyrë në gjuna, për shkak se e ke prish bukurinë e natyrës, e ke prish bukurinë e arës tënde, edhe e ke privuar vllaun tënd për ta punu tokën, për ta zbukuruar natyrën, për t'i ushqyer kafshët, insektet, shpest pasaj edhe njerëzit. Thot pejgamberi sa nuk bën vaki një musliman ose muslimane me mbjell një pemë, me mbjell diçka e që prej saj me hongër dikush ushqim, e që prej saj me pi dikush diçka ujë, e që mos jetë sadaka për të Allahu Azza wa Jell. Qoft a insekt, qoft shpez, qoft shkafsh, qoft insan që e ka marrë me dashuri, ja ki dhuru ti, po qoft nëse ka mundësi edhe ta ka vjell dikush. Ka mundësi dikush ta ka vjell bustanin, ka mundësi dikush ta ka vjell kallamoqin, a e ka vjell për vetë e ka gjinojin. Mirë po ty të shuhet të Allahu Azza wa Jell sadaka, nga se përfitojnë krijesat e Zotit Xhellahu Ala. Ai i cili i jep vllaut vet një tokë për me punu, i ka 3 mundësi. Mundësia e parë është në këmbim të tokës me i lyp diçka material. Për shembull, i thot po ta lipi tokën me mjell lakna. Ai thot kur bën laknët me u vjel, i du kaç kilogram. Ki drejt, toka është e jotja. E dyta, ki drejt me i lyp çështje materiale. Për shembull, 1000 metra, pas atëro sa shkon, do thot, edhe ja cakton sa metra i ka toka dhe kaç parë i jep. Mirë po, për mi nxit njerëzit që punojnë, me ashtu dashurinë edhe vullnetin për më punu hala më shumë, me ja dhon tokën falas edhe pa pare. Pastaj ndërgjegjjen e atij mbetet, aty bie 5 kg speca, aty bie gruna nuk bie, let mbetet në karakterin edhe ndërgjegjjen e tij, sidomos nëse ti ke nevojë. Për shkak se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Ibn Abbasit, thotë i dërguar Allahut, ai i cili i jep vllaut të vet një tokë, mos ti marrë diçka nga përfitimet e kësaj bote, le ta loje shpërblimet e Allahu Azza wa Jall. Atë sa punon tokën ai person, sa vite punon tokën, ose t'jep diçka, ose t'jep kurxho, ta dish që vetëm se ja ke huazu atij me punu, atëherë do thotë e ke shpërblimet e Allahu Azza wa Jall për disa arsye. E para është ja ke mundsuar një vllaut me zhvillu biznesin. E dyta, tokën tonde nuk e ke lënë batall. E treta, ka mundësi tek tuk ndonjë flonz apo diçka nga shpezët me u furnizu nga ushqim, i ki ushqy krijesat e Allahut Azza wa Jall. E paramendo, i bën gjendje me ja ushqy një krijesë Zotit për shkak se e ki lëshu tokën, do thot me punu dikush. E tash, nëse ushqen një krijesë Zotit, edhe aty e ka me të ushqy Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë dietarët, nëse dikush ka tokë shumë, përmi 3-4 hektar, edhe ai tregohet kryeneç, edhe xhelozon, thot mazi unë s'pe punoj, toka është e jemja, edhe unë s'du kërkuna mi adhon, e aq më pak vllaut apo kushijës tem. Kanë thënë dietarët, nëse ka shtet islam në atë vend, ka drejt gjykata e islame me urdhëru personin e fjalë, me ja paraqit fetvan që është u hin gjuna, pse po e privon njeriu me punu tokën e tij, edhe e dyta nëse nuk hallaf, ka drejt gjykata islame me ja lëshu një mëditje të caktuar, edhe ati tjetrit me ja dhonën, pra tokën me punu edhe pa lejen e tij. Për shkak se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men ahya al-ardha fa huwa haqqu biha. Ai i cili e ngjall një tokë, ai është më meritori me punu atë edhe me u kujdes për të. Andaj mos prit që dikush me ta livrua burrin, me ta livrua arën, por për vjeli krahët, nëse s'ki mundësi me punu shumë, bile diçka elementare për veten edhe për familjen, dhe normalisht kjo ndobi është që toka mos me u bereqetin e saj edhe mos me u agursu. Ju që jeni të më shumë, e dini që plot toka kemi pas bereqeshme, zallina, pastaj bllata, kanë qenë toka të pjellshme dhe kanë qenë toka të buta. Dhe kur kemi shku ma 10 vjetëve, edhe unë vetë si person, me pa tokën në fjalë, mos ma ta marrë menja që ajo tokë është bo ma egër se sa kodra edhe se sa guri. Kur buhet bujqësia, ibadet, adhurim. E para, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, parja ma halal është aja cila fitohet me njerëz personale edhe me dorën tonde. E kush është ma shumë se bujqësia që fitohet me dorën tonde edhe që fitohet me njerëzën tonde. E para është nijeti i njeriut. Momenti që del me livru arën, me dërlat arën, bone nijetin me bo për Allahun Azza wa Jall. E para, mos me azgat dorën kërkujt. E dyta, mos me lanë tokën e Allahut bereqet me u tha. E treta, me hongër shpezët diçka. Pastaj me bo edhe biznes me te. Nëse e punon tokën këtë formë, me lejen e Zotit Xhellahu Ala, ajo lodhje, ajo djerës, pra konsiderohet për ty ibadet edhe afrim të Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu,
prej çështjeve që duhet me pas parasysh është që nëse Allahu t'jep bereqet nga toka, te pricin e saj 2.5 mos i privon njerëzit nga zekati i saj. Pra jepu zekatin e të vjelurave tua nëse dëshiron me fitu shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht nëse komuna do me qenë stabile, pra edhe shteti stabil, të gjithë janë të vetëdijshëm, edhe në Evropë, edhe ne këtu ku jetojmë, edhe në Ballkan, edhe vende tjera perëndimore, të gjithë e dinë që stabiliteti, të gjithë e dinë që bereqeti edhe jeta sigurt mbahet vetëm përmes prodhimeve bujqësore. Për të arsye, njerëzit shtetëror, pra janë të vetëdijshëm edhe japim privilegj, japim prioritet bujqësisë, pra qoftë nga ana e kafshëve, duke i dhënë, do thotë bonuse, qoftë nga ana e prodhimeve bujqësore, me vetëm qëllim që njerëzit mos me i lënë me u largu nga toka, po me u lidh me tokën. Funja fundit, që ka thënë Allahu azza wa jall, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Prej tokë ju kemi kriju, në tokë prap keni mu kthy, e pastaj prej saj kemi për t'ju ringjall. Na po mundohemi mu ik pi tokës me dal në për komoditete tjera, mirë po ta dini, herë do kur do, nuk ka me ndodhë kiameti, pa i rokë edhe njerë ka cijet. O shovët, edhe pa ju kthy realitetit ka kemi dal. A i realitet është toka. Le t'i kthejmë tokës që me qunë vend urdin e Allahut azza wa jall, mos talojmë batall nga se himin gjuna. Nëse smumi kur qysh me punu për do thot vetë tokën tonë, atëherë t'ja huazojmë të tjerëve me ngjall tokën, me rujt bukurinë natyrës edhe me e zhvillu bujqësinë e vendit ku na jetojmë. O Zoti i Madhëshëm, plot mira na e ke dhënë. O Allah, mos e le që komoditeti me na bën neve më çupesh. O Allah, mos e le që për shkak mos punimit tokës me na hub neve bereqetet e besimit edhe bereqetet e prodhimeve. Na bën për atyre që jonë syqel, falendërues, punëtor të ndershëm dhe të sjellshëm. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.